Kapitulli 5. Dhe tani, ju o të pasur, qani e vajtoni për mundimet që ju presin. Pasuria juaj u kalb dhe rrobat tuaja i breti tenja. Ari dhe argjendi juaj u ndryshkën. Ndryshku i tyre do t'jetë dëshmi kundër jush dhe do të përpit trupa tuaj si zjarri. Ju u pasuruat në ditët e fundit. Ja, paga që u keni ngrënë punëtorëve që korrën arat tuaja, po këllthet dhe klithmat e korësve arritën në vesh të Zotit të ushtrive qellore. Këtu në tokë jetuat në qefe dhe bët shpenzime të kota. U majmët si kafshët për therje, dënuat e vrat të drejtin dhe ai nuk ju kundërshtoi. Vëllezër, bëni durim derisa të vijë Zoti. Edhe bujku e pret me durim frytin e çmuar të tokës derisa të bien shirat e vjeshtës dhe të pranverës. Kini edhe ju durim dhe forcojeni zemrat se dita e ardhjes së Zotit është afër. Vëllezër, mos u ankoni për njëri tjetrin që të mos gjykojeni. Ja, gjykatësi është e dera. Shembull të vuajtjes dhe të durimit kini profetët që folën në emër të Zotit. Ne i quajmë të lum ata që duruan. Ju keni dëgjuar për durimin e Jobit dhe pat çfarë fundi ruajti Zoti, sepse Zoti është mëshirëplot dhe i dhëmshur. Para së gjithash, vëllezrit e mi, mos bëni be, as për qiellin, as për tokën dhe as në një betim tjetër. Le të jetë poja juaj po dhe joja juaj jo, që të mos gjykojeni nga Perëndia. A vuan ndonjë prej jush? Le të lutet. A është ndonjë i gëzuar? Le të këndoj psalme. A është ndonjë nga ju i smur? Le të thras pleqt e kishës që të luten për të dhe ta lyejnë me vaj në emër të Zotit. Lutja me besim do ta shërojë atë që lëngon dhe Zoti do ta mëkëmb. Nëse ka bërë mëkate, ato do t'i falen. Rrëfejani mëkatet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Lutja e të drejtit ka fuqi të madhe. Elia ishte njeri si ne. Ai u lut me gjithë shpirt që të mos binte shi dhe nuk ra shi mbi tokë për 3 vjet e 6 muaj. Pastaj u lut përsëri dhe qielli dha shi e toka dha frytet e saj. Vëllezrit e mi, nëse ndonjë prej jush largohet nga e vërteta dhe një tjetër e kthen përsëri në besim, duhet ta dini se ai që kthen një mëkatar nga udha e mashtrimit, ja shpëton shpirtin nga vdekja dhe atij vetë do t'i falen shumë mëkate.